me që si dhem pak më shumë ko atyre ditë në këtë moment. Protesta në Europë, në disa vëndet të ndryshme, kryeqytetet të ndryshme të Europës, është organizuar duke se tani kemi një lloj qetësimi. Cili ka qenë impakti në seli diplomatike dhe në vëndet respektive ku janë zhvilluar? Janë zhvilluar në Kanada, janë zhvilluar në Francë, janë zhvilluar në Bruxelles, janë zhvilluar për në shumë vëndet, në Milano, në disa vëndet të Italisë, të Parma, po. Çfarë impakti kanë patur? Se nga njëherë do të shohësh edhe feedbackun. Impakti ka qenë, unë do të quaj të jashtëzakonshëm. Pse e them këtë? Sepse një nga pikat më të forta që kryeministri i ka atribu vetes vet, ka qenë lartësimi i imazhit të tij në Perëndim. Pra, sikur ky njeri e ka çuar emrin e Shqipërisë aq lart dhe ky është i vetmi që mund ta bëjë këtë, askush tjetër. Imazhi i tij sot që flasim, ndërkombëtarisht është totalisht i shkatërruar. Dhe pjesë e këtij shkatrimit të imazhit të tij, pra që është imazhi i vërtet, ai që e meriton të ketë, është për këtyre protestave. Jo vetëm që njerëzit në gjithë Europën edhe në gjithë mbar shqiptarinë i kanë patur njerëz që protestojnë, edhe kushdo që i shef mediat, njerëz kanë pyesin për çfarë jeni këtu. Ata e thonë pse në ty. Përveç kësaj, të gjitha njerëz që janë protestues kanë kontaktuar me mënyra të veta me deputetët e zonës, me këshilltarët bashkiak të zonës, me eurodeputetët, me instancat BE, me instancat në Kanada, në SBA, kudo që kanë qenë. Në mediat lokale atje. Shumë e çuditshme dhe mbulimi në mediat lokale ka qenë i madh. Absolutisht ka qenë. Jo vetëm lokale, por mediat ndërkombëtare. Pra me reprezentacion, Reutersi, nga më mbahet në botë, i kanë bërë një mbulim e jashtëzakonshëm media kanadeze, Reuters. Kështu që kombinimi i të gjithë këtyre gjërave, lidhet institucionale, kontaktet me burokrat, pra deputet, sipërmarrës, me deputet, drejtues në BE e të tjerë, ka dhënë efektin e vet për të kuptuar se çfarë është realiteti jonë. Pata fatin, mira po të keqësh për të diskutuar kjo punë që isha këtu, ndërkohë që po flisa e zonjë misis jashtme këtu. Pra edhe e dëgjova pak. Duket sikur vinte nga ana e teknokratëve dhe e përgëzoj për gjithë punën që kanë bërë për afrimin, por kur flitet për afrim me Bashkimin Evropian, flitet për afrim letër, Alba. Pra letën në ligjet i kemi shumë të mira, ose pjesën më madhe të ligjeve kemi shumë të mira, e me ca përjashtime, dihet të përjashtime që. Po implementimin në terren do të thuash ti të çala. Këtu ç'do dojmë ne. Sepse burokrati i BE-s që vlerëson ligjin nuk vjen as me ul në spital, nuk helmohet as restorant, nuk ka as hall në gjyq që të presi 25 vjet për dar data, pronën e ka të marrë zotiki, ka dasë të japi rishfet që të marrë pronën, arsimin se ka të rënuar, shkollat se ka të mbyllme, fshatrat se ka të zbrazme, pra të gjitha këto gjona burokrati si prek të terren, e shef në letër, thot, po mërë, në letër është mirë, thot ky. Pra thelbi gjithë e kësaj pune është që, sigur ne së të hymë, pra për që të hecet me integrimin, të futim Bashkimin Evropian në kushtet që jemi ne sot, si shqiptarë, efekti që do ketë në terren, ky antarësim do jetë për mos thënë zero, do jetë fare minimal për ditëshmërinë e qytetarëve shqiptarë. Thelbi është të bëjmë punë në terrenere, të përmirësohet jeta e shqiptarit, ja të përmirësohen letrat që neve të futemi nga i derë skiç në Bashkimin Evropian. Se kjo për ne nuk ka benefit. Për ne e ka benefit në rregullohen hallet që kemi. Ky është thelbi i kësaj pune. Një pyetje të fundit për të dy. Çfarë mund ta shruaj këtë protestë? Unë dhe filloj përgjigjen e kësaj, Alba, me dy gjëra. Kjo protest nga propaganda qeveritare, kryesisht është sulmuar në gjykimin tim në dy aspekte. Duke përjashtu absurditetin me Iran, e me Greqi, e me Rusi, e me algoritëm, e me këto gjëra që janë fare banale dhe e kanë dalë totalisht jashtë besueshmërisë qytetare, si janë absurde, e kanë sulmuar në dy aspekte. Një, është sulmuar sidomos nga patronazhistët elitar, prezenca e fëmijëve në protestë. Pra shton që fëmijët mos përzien politikë. Kjo është një falsitet total, pse e them këtë? Sepse a ka gjë më të bukur se sa fëmijët që luajnë shesh, që s'marrin vesh fare çfarë bëhet aty, por që rriten në një kulturë reagimit, pra protestuarit, pra kulturën e reagimit. Pra fëmijët bëhen kurioz, thon, pse ka ardhur ky prindim këtu, ose pse më ka sjell këtu ky prind mua. Pra kjo është thelbi i kësaj pune, psikologjia e fëmijës që rritet me reagim premton për një të ardhme të mrekullueshme për këtë vend. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme në gjykimin tim. Ndërkohë patronazhistët thonë, ju keni futur fëmijën politik. Fëmijët ndërkohë aty janë duke pikturu, duke vizatu tek kartoni që i kanë shtruar ata mrekullueshëm atje. Ose pyetja që u ngrit, kush furnizon me ngjyra? Po lapsat. Kush jep lapsat?
domethënë banalitete të kësaj natyre, pra kush jep pjesa. Kjo një. E dyta e kanë sulmuar me anën e pjesëmarrjes. Pa nxjerrën ato dronat patronazhistët, i fluturojnë e pa filluar protesta, thonë, shive sa pak veten, thonë. Po e din këta që paktën ne që jemi aty për natë. Pra, e din këta që kur ne bëjmë mashinën e natës, ti të shofësh sytë e policëve, ti shef sytë të malë ngjyra. Pse? Sepse edhe ata brenda zemrës tyre e din se ku duan të jenë, e din edhe se ku janë, se ka një familje për të shqyre, e ka një rrokë për të marrë, pa ama e din ku të jenë. Edhe ata e din që ky vend nuk ka të ardhmen nëse gjërat nuk ndryshojnë për fëmijët e tyre. Pra me zemër edhe ata janë vetë protestues të heshtur i kësaj pune. Duken marrë shef aty, të buzëqeshin, të flasin, i të thonë gjërat privatisht, i të thonë. Tjetra, ecim rrugës ne, ngrej kokën ti balkoni shet njerëz aty, balkon. Dikush nxjerr flamurin, dikush nxjerr fëmijën, dikush tjetër përshëndet. Pra që do të thotë që ka një masë të madhe njerëz që edhe pse janë shesh, janë me zemër e përqafojnë protestën, pra. Del nëna që kanë çuar fëmijët në diasporë kanë tek dis, të vetëm në shpresë ka që fëmijët e rikthehen që vend e rregullohet. Protesta është thelbi i shpresës saj. Aty ka syt. Taksisti i bie buris. Motoristi kur ecën del protesta përshëndet me dorë, hap krahun i bie buris. Shoferi i bie buris, pra ka një masë të madhe njerëzish më këtu. Diaspora e protestohet. Pra do të thotë që ti janë gjithë në shesh. Do të thonë edhe çka kanë zemër njerëzit. Është evidente çka kanë zemër njerëzit. Kanë zemër protestën, kanë zemër reagimin qytetar. E shqyr që erdhi kjo ditë, që neve ta mposhtim frikën edhe të reagojmë gjithse kusht me mënyrat e veta. Prandaj, thelbi i kësaj pune Alba është që kjo protestë ka për të vazhduar për sa kohë që ka një zjarr në zemër. E qartë. Zjarri i njerëzve është aty në zemër dhe me reagim neve e padyshim do kemi një fund të ndritur. Atird, do më japësh përgjigje më të shkurtër që ke dhënë ndonjëherë në ekran. Kush është protestë më e bukur? Një protestë qytetare si kjo, që mbusheshin, apo një protestë tjetër e Partisë Demokratike po që mbusheshin? Kush është më e bukur për sytë e tu? Përgjigje më të shkurtër dua, nuk do argument. Po pa përgjigje ti nuk po le. Jam sekondat e fundit, cila është më e bukur? Shikoj që ti jesh protestues, është shumë e bukur, po ti jesh dhe me Partinë Demokratike është edhe më e bukur. Pak diplomat tentove të jesh në këtë moment. Faleminderit shumë për kohë, shumë kënaqësi. Nuk më leti në argumente, më të që parë një të përgjigjesh. Intervistën tjetër, ma thuaj shumë shkurt të lutem. Protestën mund të ashoj vetëm protesta, vetëm protesta, asi tjetër nuk mund të ashoj protesta. Ka një dakordësi të jashtëzakonshme, dhe vetëm vetë protesta mund të prishë atë kohezioni që ka, dhe një nga ato është edhe kjo tentativa për këto kuvend. E qartë. Atyre, shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit ti për mundësinë dhe të uroj të diel të mbar. Faleminderit. Na dorë shumë kënaqësi që je këtu me ne. Faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë. Shkputemi për të ritakuar në orën 14 me të tjera zhvillime se takon Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.